Vazhdojnë deklaratat skandaloze nga Serbia. Vučić urdhër ushtarëve: Kosova është e jona, mbrojeni me armë. Deklarata se Serbia nuk ka ndërmend të tërhiqet nga deklaratat skandaloze dhe thirrjet për dhun ndaj shqiptarëve të Kosovës, pasi ministria serbe shprehu dëshirën për pastrim etnik të Kosovës nga shqiptarët, vjen urdhri presidentit Aleksandar Vučić për ushtrinë. Kosova është pjesa dhe uton pjesë e Serbisë tonë, sipas kushtetutës, ashtu edhe sipas drejtësisë së Zotit, dhe ne duhet ta kujtojmë këtë. Ne duhet ta mbrojmë atë shenjë të ri, duke mos prekur askënd, duke mos sulmuar askënd, duke mos kërcënuar askënd, thjesht duke qenë gjithmonë populli ynë, tha ai. Këtë deklaratë e bëri gjatë ceremonisë së gradimit të kadetëve të rinj të forcave të armatosura të Serbisë në kazermën Gjenerali Jovan Mišković në Banjica. Vučić nuk nguroi të sulmonte përsëri aleancën ushtarake mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Ato po formonin aleanca kundër nesh në rajon. E i kuptuam këtë lëvizje dhe filluam të ofrojmë atë që nevojitej në kohën e sotme të trazirave mungesës së ligjit ndërkombëtar, në një kohë kur karta e OKB-s nuk po zbatohet. Ju jeni garantuesi sigurisë dhe mbrojtjes së qytetarëve të Serbisë. Ditët e përgjegjësisë ju presin, ditë më të vështira po vinë, për këtë jeni trajtuar, shtoi Vučić. Presidenti serb uri në dukje armatosjen e madhe të ushtrisë së tij dhe nënvizoi se nuk krahasohet me asnjë vend tjetër në rajon. Më të suksesshmit në radhë të Akademisë Ushtarake u nderuan nga Aleksandar Vučić, që u dha atyre shpata oficerësh me një dedikim.